Premiera Toka e Shqipes, shkruar nga Rion Kame, me regji të Alma Hoti, çel sezonin e ri artistik në teatrin kombëtar të fëmijëve në kryeqytet. Pjesa është shfaqur fillimisht me sukses në teatrin e Prezenit dhe tashmë vjen premierë në skenën e Tiranës. Një shfaqje që si kundër pohon regjisorja Hoti, vjen duke ndërthurur mitet dhe legjendat me historinë e vërtetë dhe njëherësh edukon fëmijët me frymën patriotike, por edhe një ata me origjinë e flamurit, fjalës shqipe e tjerë. Është enkas premier në prag të 100-vjetorit të pavarësisë dhe mund të them që për mua është një kënaqësi shumë e madhe që të paktën ne si institucion, si teatr kombëtar për fëmijë hapim siparin e këtyre festimeve pikërisht me këtë shfaqje. Shfaqja është shumë interesante, në fakt zbulon se si një legjendë e vjetër na tregon se pse emrin Shqipëri e kemi marrë pikërisht nga shqiponjat. Pra cila është arsyeja që në një farë mënyrë shqiponja ekziston në flamurin tonë. Dhe këtë fëmijët e zbulojnë fare natyrshëm përmes një loje të dy motrave të cilat hynë në skenë duke luajtur dhe që rastësisht zbulojnë një libër. Regjisorja Hoti tregon më tepër detaje regjisoriale dhe shpreh brindën se kjo premierë do të mirëpritet nga publiku i vogël i kryeqytetit. Ne kemi dy realitete në këtë shfaqje. Pra, edhe nga ana regjisoriale është konceptuar në këtë formë që fëmijët të kuptojnë se si nga personazhe në jetë ne rastësisht dhe fare çuditshëm me imagjinat mund të bëhemi kukulla. Loja me kukulla në fakt është shumë e bukur dhe mund të them që për aktorët e rinj ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. E kemi menduar me shumë jetë, shumë vitalitet, por mbi të gjitha edhe me shumë gjëra mistike. Është një gjarpër imagjinar që ngacmon dy zorë shqiponje, që presupozohet gjithmonë armiku, dhe këto dy zorë shqiponje arrin të sfidojnë betejën e tyre duke u bashkuar me njerëzit. Pra shqiponjat bashkohen me njerëzit dhe mundin çdo lloj të keqeje. Shfaqja Toka e Shqipe sjell në skenën e teatrit kombëtar për fëmijë, aktorë të ri edhe të vjetër, duke ndërthurur një sër elementesh që e bëjnë këtë premierë mjaft atraktive, por edhe edukative për fëmijët. Kasi aktorëve përbëhet nga Anila Muçaj, Florian Kokona, Sonjela Leço, Ermonela Alikaj, Ledja Janushi, Vilma Hodo dhe Florin Belliu. Kjo premierë financohet nga Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, si një nga shfaqjet fituese të projektit të teatrit për të ri dhe vjen në skenë në kuadër të aktiviteteve të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë.